Mirë, flasim për një lajm të minutave të fundit, rreth orës 15:10 gjatë patrullimit në lagjen Guerile, shërbimet e policisë i kanë bërë ndalimi një automjeti me të cilin lëviznin 2 shtetas me qëllim kryerjen e kontrolleve. Drejtuesi i automjetit nuk i është bindur urdhrit të punojësve të policisë, por ka shtuar shpejtësinë e lëvizjes dhe ka kryer manovra të rrezikshme me automjet. Për këto arsye, shërbimet e policisë janë vënë në ndjekje automjetit dhe gjatë ndjekjes dyshohet se pasagjeri në këtë automjet, duke u larguar, ka qelluar një herë në ajër me armë zjarri dhe është larguar. Shërbimet e policisë kanë kapur drejtuesin e automjetit, inicialet e të cilit nuk bëhen të ditura për momentin, për shkak të konfidencialitetit të hetimit. Ndërkaq, vijon puna intensivisht për lokalizimin dhe kapjen e pasagjerit në këtë automjet. Grupi hetimor Sakaq në ndrejtimin edhe të prokurorisë po punon për të zbardhur rrethana tek këtij rasti.